Dëmtimi i lojrave në hapësirat e dedikuara për argëtimin e fëmijëve në Shkodër ka ngritur shqetësime nga qytetarët për sigurinë e fëmijëve. Aktualisht në disa parqe janë të vendosura shumë pak lojra, por më tepër edhe ato lojra që janë në dispozicion të fëmijëve, pjesa më e madhe e tyre janë të dëmtuara, duke rrezikuar të veçlit. Përballë kësaj situate, qytetarët shkodran shprehin se institucionet përgjegjëse duhet të angazhohen më tepër në mirëmbajtjen, por edhe krijimin e më shumë hapësirave publike për fëmijët e tyre. Pashtë shumë pak edhe jo lojnat që këto janë prishtë për shkak. Po shumë, duhet me kenë ma shumë parë që për fëmijë, sidomos që tash këtë periudhë. Mëtume duhet me vënë, duhet për shembull këto që keni 3 ato atë kuqen, që janë vënë të 2 ato janë shumë mirë. Po këto s'janë të kujdesshme, këta nuk mundesh me vënë fëmijën tonë. Sa rrezot, absolutisht jo hapësira për çdo gjë, jo vetëm për fëmijë, por për të rritën e të. Shkodra ka pas. Parqet e hapësinat për popullin i ka pas, tash janë ngushtuar, që vetëm i kjo pjesë ka me, s'ka me tjetër kush. Detyrimisht të shkoj, edhe na do të pim kafe me zor për fëmijëve. Pas patë hapësira publike për i tas është këtë. Megjithatë hapësinë ka, vetëm me punu bashkia është. Hapësina ka bërë, se këto një atje në fund pazarit, një mundësisht me vënë sa më shumë për fëmijë. Këtë park ka në Shkodër, s'ka s'dit këtë park tjetër. Edhe i shprejmë ato pak knajësirat tona, po sa ju pëlqejnë. Pa tjetër duhet, se unë nuk ke a shumë 30 vjetë, burin e kam shkodran, po kemi ardhur, vetëm këto di unë, këtë park, unë nuk di ma tepër, se shpinë edhe e kam afër, edhe këtë frekuentoj. Por duhet këtë se tash i akoma s'ka filluar, po këtu nuk e vend të ulesh. Gjithë kjo gjelbërim, por nuk e gëzojnë të gjithë, vetëm duhet hapësirat. Mungesa hapësirave për fëmijët shpeshherë detyron prindërit të kërkojnë alternativa më të shtrenjta në ambiente private për argëtimin e fëmijëve të tyre. Kjo situatë tregon nevojën urgjente për investime në krijimin e hapësirave publike për fëmijët, duke garantuar një mjedis të sigurt dhe të përshtatshëm për fëmijët.